Një analizë e re gjaku për sëmundjen e Alzheimerit mund të zbulojë me saktësi njerëzit me simptoma të hershme, sugjeron një studim i ri. Ekspertët nga Mayo Clinic në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë dëshmi të mëtejshme se analizat e gjakut mund të përdoren për të diagnostikuar me saktësi demencën duke ekzaminuar dy proteina në plazmën e gjakut. Këto proteina, amiloid beta 42-40 dhe ptau 217, janë të lidhura me grumbullimin e pllakave amiloide, një nga shenjat dalluese të sëmundjes së Alzheimerit, sipas The Guardian. Studiuesit zbuluan se analiza e gjakut ishte shumë e saktë, me një ndjeshmëri prej 95%, që do të thotë se ajo identifikonte me saktësi 95% të rasteve me probleme të kujtesës, me shumë pak raste të humbura. Ajo kishte gjithashtu 82% specifik, që do të thotë se ishte shumë e saktë në përjashtimin e njerëzve që nuk kanë demencë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në vitin 2021 kishte 57 milion njerëz në mbar botën që jetonin me demencë. Studimi u krye mbi më shumë se 500 persona në një klinik, që do të thotë se të dhënat janë të marra në praktikën reale të përditshme. Analiza e gjakut është miratuar nga Administrata Amerikane për Ushqimin dhe Barnat.